Asnjë karton i animuar, videolojë apo vepër fiksioni nuk ka krijuar një histori më të madhe se kjo, të paktën nëse ky rrëfim do të ishte i vërtetë. Imagjino këtë. Para se të lindje, ishe një pjesë e një vendije të pafundme. Për të përjetuar veten, ajo u fragmentua në miliarda pjesë dhe secila hyri në një simulim të quajtur tokë. Në momentin që hyre, harrove gjithçka. U zgjove si njeri i bindur se bota materiale është e vetmja gjë që ekziston. Dhe loja aty filloi. Por jo të gjithë e harruan të vërtetën. Thuhet se rendi i lashtë ruajti njohurit mbi vetëdijen dhe mekanikën e realitetit. Dhe në vend që të përdorin atë për të zgjuar njerëzit, ndërtuan disa sisteme që i mbajnë ato të zë, në frikë, zhurmë, propagandë dhe borxhe. Sepse njeriu që nuk kthehet kur brenda vetes, nuk e kujton fuqinë që ka. Pastaj ndodh diçka. Disa njerëz fillojnë të ndjejnë se diçka nuk përputhet më. Përmes heshtjes, meditimit, vëzhgimit të vetes, zgjohet një njësi e brendshme që ju udhëheq. Fillojnë sinkronicitete, intuita të ndryshme, që nuk i shpjegojnë më lehtë. Është sikur loja po fillon të përgjigjet. Dhe kuptojnë që nuk janë vetëm lojtarë, janë edhe bashkëkrijues të përvojës së tyre. Por momenti më i fuqishëm vjen kur njerëzit fillojnë të gjejnë njëri tjetrin. Sepse një njeri mund të injorohet, por një komunitet që jeton me vetdije shumë e vështirë të kontrollohet. Ndoshta kjo është arsyeja pse frika përhapet më shpejt se dashuria. Nëse po e dëgjon këtë, mos e merr si të vërtetë. Merr si pyetje. Po sikur historia më e madhe të mos ishte shkruar ende? Po sikur personazhi kryesor të ishte ti? Dhe po sikur zgjimi të mos ishte fundi i lojës, por fillimi i saj vërtet?